News. Zhvendosemi drejt për së drejti me diskutimet në parlament. Dhe më të paditurit se këto janë nga taksat e tyre që kanë paguar ndër vite, janë nga puna e tyre dhe kanë detyrimin të rikthehen në raste fatkeqësie natyrore dhe aq më tepër kur këto fatkeqësi ndihmohen edhe nga papërgjegjshmëria juaj dhe e qeverisë tuaj. Ju po gënjeni shumë trash se turpe dim që nuk keni, por nuk keni as frikë tashmë, pasi keni kuptuar që dhe burgu nuk është hata e madhe kur i keni xhepat të mbushur. Se ja, çfarë po i gjën shumë kolegë tuaj që po shullohen në burg, sa të dënuar dhe sa të paraburgosur. Një ditë do të dalin dhe do të vazhdojnë të lirë dhe të pasur. Ju gënjeni dhe nuk skuqeni, as zverdheni, dhe kur dëmshpërblimet e vitit 2021 nga përmbytja, i thërrisni dhe ju jepni tani, këto ditë, madje dhe i tallni. E pik një rast në Ferras, njësia vendore Levan. Nga përmbytja e vitit 2021, i kine llogaritur 20.000 lekë të vjetra, dhe e thirrët ja jepni para disa ditësh. Fermeri fisnik ju afali. Do me thënë ju ahodhi në fytyrë. Kështu që nga përmbytja e disa ditëve më parë, përmbytja e janarit, nisur dhe nga ky rast ekstrem dhe qesharak, do të presin, besoj, dëmshpërblimet nga viti 2030. Keni filluar verifikimet e dëmeve për banesat toni, se këto janë emergjencë. Por pse nuk esni paralel dhe me verifikimet e dëmeve të fermerëve? Vallë nuk janë emergjencë dëmet e fermerëve, falimentimi evident i tyre, apo nga punët e shumta që keni, duke bërë drekra dhe darkra, besoj dhe me verë kryeministrore. Tashmë kemi ekipet tuaja të korruptuara të bashkisë që kanë dalë në teren, të shoqëruar madje dhe me ligjvënës. Po abuzoni dukshëm dhe turpshëm, duke vendosur në listat e dëmtuarve banor që nuk u ka hyrë asnjë pikë ujë në shtëpitë e tyre, por janë të njohur të komisionit, votues tuajt, ose nga ata që duhet të kthehen dhe të votojnë për ju. Dhe duke u shmangur pa arsye dhe qëllimisht, shmangni ata që nuk ju pëlqejnë, nuk janë mbështetësit tuaj dhe ju a thonë në fytyrë që nuk ju duan, dhe për këtë ju i penalizoni. Në Ferras, për shembull, njësia vendore Levan, sipas të dhënave të marra nga banorët të interesuar, janë rreth 75 banesa të përmbytura. Por ekipi i ndershëm i juaj i verifikimeve ka regjistruar, thonë banorët, mbi 110 apo më shumë shtëpi të përmbytura. I bëj thirrje bashkisë Fier të bëj menjëherë publik listën me emrat banorëve të dëmtuar dhe të bëhet verifikimi në teren nga një ekip i përbashkët i antarëve të Këshillit Bashkiak nga gjitha forcat politike dhe jo nga administrata e korruptuar e bashkisë. Prokuroria duhet filloj hetimet dhe të verifikoj dëmet e shkaktuara në fakt dhe kush ka të drejtë të përfitojë, pasi ka të dhëna dhe informacionet të sakta nga banorët se po abuzohet në shifra të konsiderueshme në të gjitha zonat, siç e përmenda më lart, duke shënuar dhe regjistruar banor që nuk kanë asnjë pikë ujë për mbytje, por thjesht janë të dëshiruarit e partisë. Të sigurta deri tani kemi deklaratat dhe premtimet me luk bosh si për herë të përfaqësuesit të pushtetit, të pandehurës të drejtësisë, zonjës Balluku, e cila edhe pse në hallin e madh që e ka zënë me drejtësinë, nuk nguroi të vinte dhe të bënte show në Fier me mjetet e propagandës lidhur me çarjen e argjinaturës së lumit Sema. Zonja mbi të cilën ndojnë abuzime dhe akuza qindra milion euro në projektet e infrastrukturës dhe në grabitjen e zgjedhjeve në Fier, dhe jo vetëm, premtoi se, po e citoj, do të bëhet një shpërndarje e kompensimit që do të jetë ekuivalent i një skeme e cila po ndërtohet nga Ministria e Financave, nga Ministria e Bujqësisë, si për banorët që janë prekur banesat, ashtu dhe për dëmet që kanë ndodhur në përsera apo toka bujqësore. Të njëjtin premtim, mashtrim, sikurse edhe për mbytyjet e tjera, bëri sërish kryeministri, kur u tha banorëve të përmbytur se do të kompensohen për çdo dëm. Por Ministria e Bujqësisë dhe Financave ende nuk kanë një faturë finale rreth dëmeve, kostove, e jo më të kenë një skem dëmshpërblimi. Fondet që qeveria kanë dispozicion nëpërmjet emergjencave civile nuk plotësojnë as 5% të dëmeve deklaruara, deri më tani në bazë të sipërfaqes së përmbytur. Qeveria nuk e shpall gjendjen e fatkeqësisë natyrore sepse asnjëherë pushteti Ramës nuk mban përgjegjësi për shqiptarët. Ai kërkon vetëm të vjel taksat